I ftohti priste si ti ka, bore njolo sur me gjak tregonte, një histori dhe shperimi dhe nësiti I ujkut të plagosur. E pa diçka që do t'i ndrejshon të fatin për gjithmonë. E bora binte rende duke mbuluar token me ngjeshtre se të bardhe të pamëshirshëm. E raja ftohte fshikullonte mes pëmeve të zhveshura të malit të sharrit, duke fishkelier si një paralajmërim I vjetër. Orxhan hodhi kapuçin mbi koke, në gjuko pesa akullit e grumbulloheshin në mjekren e tij. Hypat e tij fundoseshin në deborën e butejm, duke lënë një gjurmë të vetë me nëja të boshlekte akult. Ishte vetem si gjithmonë. Ftotesja I pervelonte lekuren, por ai ishte mesuar me te, po ashtu edhe me vetmino. Kur ishte larguar nga kiteti, kishte gjetur një paket të suditshme në atë heshtje të bardhe e të pafandme. Bordiska I prishja tek e tezi. Njolla gjaku, e kukja I rretbinte në simbideborën e bardhej. Si një plazhe I hapur në një tryp të paster, Orxhan daloi me ngjehri, zemra filloi të rriti me shpejt. Si te e tijën doken gjurmet. Pika gjakute shperndara këtë loheshin ndërso hajnin me tej në pel. Një kafshë e plagosur. Ërgi dente ke nuk të heshte përfshihej. Natyra kishte ligjet e vetë ciklet e saj. Kafshet vëdisnin çdo ditë. Grabit karet ushkeheshin gjeta vasdonte. Por diska ne atë skene nuk dukesh normale. Gjaku nuk ishte shpendere si në një sulm tipik. Ishte një rrjedhje vazhdueshme, një shenjë lufte dhe këndrese. Arjan mori frymetelle. Instinktet e taj I toshin të ndikte gjurmet. Sa me shume preparonte akme e karte behej pamja. Gjaku ishte grumbulluar në vendet e kaktuara, dhe shenjatne dhe bore tregonin se diska I rënde ishte tërhekur zvarre. Ai dëngriti vetullat. Stuja e debores u beme e forte, duke e bere me të veshtire, të shihte për para. Agjri I lagesht rendonte e mbitën. Dhe ndjejen gjendje shketesimi I rotullohaj në kraharo. Diçka e të mërshme kishte ndodhur. Pastaj e pa, në mitin gjë pastris të mbylluar me bore, në hije e eret kendronte e shtrire mbi deborën e përgjakur. Orjan u afriua nga dale, duke në gjere një vale adrenaline kë I përshkonte trupin. Forma u be me e karte me qëto hap, një ujk. Kë I pshamer të fryme me veshtiresi. Joksi I saj ngrihaj e ulejnë e menyret e çregult. Gezofi I ti izi, po tuaj se I padukshem nën kjelin gri, ishte I pazia me gjak dhe akull. Këmberi drideshin lehte po nuk leviste. Atëherë Orxhan e kuptoi. Ujku nuk ishte vetëm I plagosur. Ishte I bllokuar. Një kurt metalik, ndryshkur dhe mitësor I kishte shtrenguar këmbën e pasme. Dhe mbeti mpretë të mekanizmit ishin ngullur tellën e mish. Të përzira me hjak të ngrire, pamja I ngriti zemrën në fyt. Ai shtrengoi grushtat. Kjo nuk ishte një aksident. Kurthet e tilla ishin të ndaluara në Orxhan. Po gjytaret e pelikshemene I perdonin, ujkerit nuk ishin prejgja e tyre kryesore, drejt ishin meta vlefshem. Por ka ujtë kishte pasur fatin e kek të shkeltin e vendin e gabuar. Ujku hapisite, Arjan undal, si të e kafshes, ishin një nuanse e të leke libari, të mbushur me dhimgje. Por kishte diçka me shume ati. Nuk ishte vetëm vajtje, nuk ishte vetëm frike, ishte vetërie. Të diu shikuan per disa sekunda të gjata, ndërsa stuhja u lirin të rreth tyri. Orxhan e dinte se çdo lëvizje e papritur mund ta bente u shkun të reagonte. Edhej dobet, edhej plagosur, a I mbetej një grabitkar I rrezikshëm. Por ujku nuk u renkoj, vetëm e shikonte sikur po priste diçka, një ftotesi e çuditshme I peshkoj shtyllen kurrizore. Nuk ishte hera I pare këshitën gjë ushk, por kure nuk kishte kene kak afe njerit. Kure nuk kishte njere diçka kak, njerezore në shikimin e tij. E geltiti me veshtiresi dhe ull nga dale në gjungje, pa jandare si të kafshez. Gjë blokuar apo jo, zeri I taj ishte ju let, po të huajse një peshperiqe mes eres. Ujku treti si të per një moment, por nuk reagoj. Orxhan pënega kurti. Metali ishte futur të lënë mish. Dhe gjaku I mpiksur tregonte se kafsha kishte kene ati perore dhe tirn. Ndoshta ken nga dita e gjeshme, sa here ke trupi I tij dridhej, timgja duhej ta ishte e padurueshme. Por per seri nuk I sulmoj, ai mori frimet e le, e dinte ke gzhezha me e sigurtishte të largohen. Ta linte natyrën të bente punën e saj, nëse përpikej të ndihmonte, mund të sulmohej, mund të plagosaj rende. Një ujk I desperuar ishte I paparashikueshëm. Por alternativa ishte edhe me e keke. Talinte ati do të toshte të denonte me një vdekjetea nga dalte dhe të edhimshme. Do të toshte të njëronte atë shikim kë.
Per në ndonjë arsye të suditshme, duke sikur polutej në heshtje. Nuk mund të bente këtë, ai zgjati dorën me kujdes, të iksepi dë neksorinje ti këtë fokel. Nuk ishte mjeti ideal, por ishte I vetmi kë kishte. Zemra I rihte fort. Duhejte ishte I shpejte. U afrua pak me shume, ngjy aromen e forte të gjakut të leshit të lagur. Ujku nuk levizi. Du të perpikem të liroj në regull, por duhet të kendroshi këtë. Ishte keshara që të fliste me një kafshë sikur të mund të kuptonte. Por në atë moment, Arjan në gju se duhej të thoshte diçka. Sikur zeri I ti mund të këtë sonte dis. Dora e ti ju afrua me ngadale të kurthi. Ujku u tendos, edhe ai. Qasti venim të arkisht ardhur. Nëse bente një gabim, gjithçka mund të përfundonte ati. Ti ka shkelky në ndritën e zbetet të mengjësit të akult. E ra eftoteen dhe u lerinte me spemeve të zveshura. Duke shele me vete floke bore këj, valezonin në agjer para. Se të binin në bitrupin e ujkut të shtrire. Kafsha merte fryme me veshti resi, gjokësi ingrihej dhe ulej, në mënyre të regullt. Jo dolevizja e tij e dritshme duke treguardim zhënka e perpintën. Arjani nuk lëvizi për një moment, duke fleresuar situate me kujdes. Zëjtë I ujkut ishin ndë fiksuar të ai, di lambarit e ndezura, gjo me frikej, por me diska me të thelle, pritje, e shtrengoj gishtat rreth dorizes së thikës. Nëse donte ta shpetonte, duhejte vepronte shpejt. Por si ta lironte pa e trembur ak shumesa ke ujkut asulmonte, edhej plagosur, kafsha mbetej një grabit karifukishëm. Koha nuk ishte në favorin e ti. Trupi I ujkut dridhej nga teftotit, dhe gjaku këriti nga plaga po I mërti nga daligjetin. Arjani mori fryme tella. Instinktet I toshin të largohej, të mos përfshihej. Por ai shikimi telle ishte si një zëngshir I padukshemke e mbante të lidhur. Ai nuk mund të largohej tjesht. U dul në gjungje pranë kafshes, në gjy lageshtine e bores këj I përshkonte pantalonat. Me lëvizje të kujdeshme, zgjati doren drejt kurthit. Nuk ish mangur që do veprim të papritur këj mund të shketesonte ujkun. Ai nuk levizi. Abdu dutë të dimba, për shperiti Arjani me shume perveten se sa per kafshën. Metalisht e ingrire dhe indrishkur. Lëmbet e kurthit ishin ngullur thelle në emishin e ujkut. Dhe ai e dinte kë në momentin kë du të lironte. Dimgja do të ishte e padrueshme. Ai vendosi gjishtat. E mbi strukturen dhe ushtroj forse, askje. Mekanizmi ishte I ballokuar nga teftotit të ndrishku. Duhej me shume fuki. Shtrengoj në fyllen dhe provoj perseri. Metali levisi pak, një geri që e ulet doli nga fyti I ujkut. Arja një undal, ai nuk u mënduar të kafshonte, nuk u perpok të largohej. Veteme shikonte, si të kuptonte kë ai po perpikesh të ndihmonte. Mëndje e perpjekje që ter, metali leshoj nje kërsi që ter rendej. Mekanizmi u hop. Trupi I ujkut u tendos, një ulerime e dobet ju shkeput nga goja. Jemba e plagosur u leshu e mbi daborej. Njolla e gjakut të freske dukej e forte mi bardhezine e akult. Arjani u terhok me kujdes, duke ndalur fryme marjen. Tani vinte momenti me I rezikshem. Ujku ishte I lire. Bors fare du të bent, si te e tajtejfer dhe ungriten perserit e Arjani. Fryme marja I ishte bere me e shpejte, por nuk ungrit. Ai nuk po largohej. Arjani nuk e priste kete, e dinte kë normalisht. Në ujk du të ishte zhdukur në sastin, kjo du të fitonte lirine. Et hej plagosur, do të perpikej të vraponte, përki nuk I beri. Pse? Një pergjig e erdi shume shpajt. Ujku u mundua të leviste. Këmbajtej nuk këmbajti dot. E ju shem perseri e mbi I burej, duke nekzjeren gje tingull te ule dimgjeje. E nuk mund të largohej, e të sikur të donti. Arjani shtrengoj duart e mbi gjungje. Nëse e linte ati, ujku do të vdiste. Nuk gishte as një dishim përketi, e ngriti site drejt pilit të mbulua me borim. Diku, disa kilometra me në gjug, në ndodhaj një kasole e vjeter kjo e perdorte në donjë here kur moti behej shume I sigar. Ishte ftohte dhe e braktisur, por do të ishte me mire se ki vend I hapur. Nëse sonte ujkun atje, mund të perpikej të trashtonte plagen. Por si ta binte një kafshe të eger të ndikte, pergjik gja nuk vonoj.
Uçku levisi serish, duke tentuar të ngrihej. Kemba e tiju doresua mengjëherë. Dhe aju rezua per seri, duk mare frimeteli. Argjani shtrengoj në fullen, nuk kishte asnjë zgjedhje tjetër. Me kujdes u afrua desgati dorën drejt kafes se kafshes. Trupi i ujku të tendos, instinkti e teriste të shmange, por nuk levisi. Arjanin dja në ksejtesën e trupit të ti. Leshi i trashe ishte i persir me gjak të bore, i dëgesht nga frime e tijërenda. Nga dala, a i reshkiti duart poshtë trupit të kafshes dhe. Me një përpjekje të madhe, ngriti. Pesha i ujku të shtipi fort kunder kraharorit, tuajse e përmbizi. Kafsha neksorin je renkim të ullet, për nuk u perpok të luftonte. Do të zhetë mire për spiriti Argjani. Pa keni i sigurt nëse po e thoshte per kafshën apo per vetën. Rruga deri te kasolja do të ishte e veshtire, që do hap në deboren e tale do të kërkonte forse de durim. Por per here të pare pas shume kohej, a i në gjuse po bente diçka që kishte vertet rendesi. Duke mbajtur ushkun fort në krahe e filuate e kej. Peshaj ujkute bente e këshën një sfide brutale. Gjedo hap në deboren e të le kërkonte një përpjekje të madhi. Të iftoti i fiste thiket të padukshme në muskës di Argjanit. Trupi i ti po filonte të dore zohej nga lodja, por a i nuk mund të ndalej. Jo tani, e rafishkelente mes pëmeve të zveshura, dhe vri me marja i uçkutisht i ngrote kunder, kraharoritetej, e srigull. Por ende aty gjalle, kasolja nuk ishte larg. Du hajte duronte edhe disa metra me shume. E shtrengoj me fort trupin i rendet e kafshes dhe forsoj kembet për t'i vazhduar. Debora fundosej nën qizmet e tij dhe legeshtja eftorte po i futejna per roba. Por as gje nga keto nuk kishte rendesi. Pastaj nje tingull! Argjani indaloj më njëhere, një kërsi që mes pëmev. E këtheu koken si të duke shkirtua pilin e sheret pereth. Që do gje dukej i këtej, por a i në gjë pranine e diskajë. Dikush ose diçka ishte ati. Duke vezguar, zemra i rahu me fort. Nuk mund të ishte ari. Ishte shume eftot e perta. Po mund të ishte një ujk që tërë. Një pjesetar i të fese kafshes kë mbante në krahej, ose me kek aje kujtoj kurthin. Nëse kishte një, atëherë duhaj të kishte me shume. Dhe ata ke i kishin vendosur mund të ishin, ende ati prani. Nuk ishte kohe për të menduar. Gjëllimi i ti ishte i karte, të arrin të kasolën. Ati do të ishte i sigurt. E i rifilloj e sien këtë herë me shpejt. Trupi i ti digej nga lodja, por frika ishtinte per para. Ujku u levisi lehte në krahet e ti, duke le shuar një renkim të ullet. Ishte ene i vete dajshem për shume i dubet, edhe pak, me në fan me spemev, u shfak kasolja e vjeter, një ndërtësi i vogel, me muri drurita e retat e një sati të mbuluar nga bora. Duke si një strehe, e brishte me spafunde si se sepilet. Argjani arriti të dera, e shtiu me shpatull dhe hiri brendam. Duke në gjere ajrin i rënde dhe teftote të brendesisi. Ull me kujdes dhe vendosi ujkun mbinje grumbull, batani është vjetra në koshe. Gofsha u tendos lete, duke mare frimene menuretec regullt. Argjani u ull pranet i desgati doren nga dale, duke prekur gezofin e trashe të perlier me gjak të bore. Si te arte te ujku tu hapen nga dale? Gjëgjale, jo eshte një film i mire, murmuriti Argjani. Por mbi zheteza nuk do të toshte shpetim. Kemba i ujkut e në gjakonti. Plaga ishte e tellet he. Nëse nuk trajtohej shpejt, do të infektohej. Argjani unë ngrit shpejt dhe u drejtua drejt një dolapit e vjetër në koshe. A i niste germonte mes gerav të haruara, duke gjetur me në fund atë kë i duhaj në gje kope pelhyre e pastel. Një shishime rakidenje rotull fashash të vjetra. U këthije të ujku i cili e vezgon të përgjumshem, i lodhur por ende vigilent. Jo du të djegi, tha e me zë të ullet, me shume për vetën si sa për kafshen, e i dërdi pak rakim bi pelhure, dhe vendosim bi plagjon. Reagimi i ujkut ishte i menje hershem. Në geri që e telle ushtoj në domen dersa a i u tendos, duke i në këshere dembet instinktivisht nga dimgjo. Argjani në ngririn e vend. Nëse kafshë do të sulmonte tani, a i nuk do të kishte kohe të reagonte.
por pas disa sekondash tensioni, u që thjesht pushoi. Trupi I tij u dridh, por ai nuk beri asgjë më shumë. Argjani e shfrytëzoi mundesin e dhe vazhdoi pastrimin e plagës. Duart I tij u njolose me gjak, por ai e injoroi. Nuk kishte kohë për tu shkëtesësuar përketi. Mori, fashat denisit I mbeshtilte. Me kujdes rreth këmbes se ujkut. Këtë herë kafsha nuk lëvizi. Vetëm vezgonte, si të perpikej ta kuptonte atë që po ndodhte. Kur përfundoi, Argjani lëshoi frymën që po mbante. Mbaroi, ujku nuk u përgjigj. Deshtë mbeshteti kokën mbi putrate për parme dhe mbylli syte I raskapitur. Një mendjenje çuditshme lehtësimi përshkoi Argjanin, por ai e dinte që nuk ishin ende të sigurt. Kërcitja që kishte dëgjuar në pyll nuk I largohaj nga mendja. Nëse kishte gjuetaria ti prane, ndoshta tashme e dinin që ai ndodhej në kasole. E ju ngrit dhe shkoj drejt deres, duke I hapur paksa për tepër e gjashti. Pylli dukej I njëjte, I heshtur I bardhe dhe I pafund. Por ngjasia e vezëgimit nuk ishte zdukur. I mbili deren dhe vendos I shullin. Pastaj, u këtje për tepare ujkun përsëri. Tani, përveç se duhej të luftonte me taftotin dhe me dobesin e kafshez, ndoshta du të përbalej me një rrezikim të madh. Dhe nata sapo kishte filluar, rapo frinte jashtë, Luke e beri drurin e vjetër, të kasoles të sarrejgje nga fukia e stuhi. Zjarri shuhej ngadalë në sobe, duke hedhur higje që lëviznin papushim mbi muret prej druri. Nësetesja ishte e dobet, por kim gjaftueshme për të penguar këtë ftoti. I pamëshirshëm I natës të mbush të krajtës ish domen. Arjani ul pranë ujkut, Luke vezguar frime margjën e tij shtej nga dalte dhe të sregullt. Vasha përret këmbes ishte tashme I njollosur me gjak, por duket se jagderja kishte pakezuar. Ai duhej të pushonte, por mendja e tij nuk I lejonte. Diçka gjashtë nuk ishte në rregull. Këtitja në pyll ene I resonante në mendje. Kush mund ta ishte atje në këtë pjesë të izoluar të maleve? Asnjë udhëta nuk kalonte aty rastësisht. Jotare kishte kuptim, por përse ai ndihej sikur po vezgohej. Nëse du të ishte një kafshi, du të ishte shfakur këtani. Heshtja absolut ishte ajo që I shkëtesonte me shumë. Pastaj një tingull qëtër. Këtë herën nuk ishte një kërsitje e tjirë e një dehë, por diska me e hole. Hapa, dikush po lëvizte përret kasoles. Zemra e Argjanit u ngrit. U ngrit ngadalë duke marrëtikën këmbante ngjitur me këmbë. Nuk ishte shumë, por ishte me mire se të mbetej I pambrojtur. Një hap qëtër, këtë herë me aferderes, u afrua ngadalë duke shtrenguar tikën me dorën e gjatë. E hapi derën me njëherë, duke pritur të mund të zbulonte çfarë do që ishte gjashtë. Nata e përtithi, e në paskyron të mbi debore, duke krijuar një ndrisim të zbehti dhe fantazmu. Por nuk kishte askënd, pili duke I zbrazet, os të pakten që shtudonin që ai të mendot. E beri një hap për para, duke ndjerajrin e ngrireke e dikshte lekuren. Site e tajshtrin e feshtrimin permes e rësires. Pe mata ngurta, hishe të tella, hesqe e të mërshme. Pastaj, një levizje në te majte te. Argjani u këti me njëherë, duke ngritur sikën lartë. Asgjej, fetëm debore dhe pëmëm, por ndjesja e vezgimit nuk zdukaj. Instinkti e ti u beme I forte. E beri një hap prapadeu këti në hadale brenda kasoles. Në momentin këmbili derën, dhe gjoj një zurme të shpete pastaj. Një kërsitje. Por këtë herë brenda kasoles, ujku leshoj një renkim të ulet. Arjani u këti nga dale, luke ndjen gjënger steftote që I kalonte shtilën kurizore. So bangjitej, të higjet vallezonin mbi muret. Gjithçka dukej si me pare, por diçka nuk ishte në rregull. Ai shtrengoj thikën me fort. Ujku po përpikej të ngrihej, edhe pse ende I dobjet. Si të etaj ishin ngullur në një piket e kaktuar të domes. Argjani ndoki shikimin e kafshes. Dolapi në koshe. Ai e dinte që kishte lënë hapur disi kur mori fashat. Tani ishte mbyllur. Muskujt I ngurosen. Dikush ishte ati brenda. Frika u perzi me adrenalinën dhe trupi I tij reagoi para se mendja te kishte përfunduar me përpunimin. E ju afrua me shpejtë si të hapi derën e dolapit, duke mbajtur tikën të gatshme për si do mundesi. Asgjej
rase te boshati sura, vegla të vjetra të hekurta, një ere e dobedruri të lagur. Por e ngjesi ake diçka nuk shkonte i shtende ati. Aju të erhok nga dale, si te e tikure nuk i largon veshtrimin nga e resira e dolapit. Në të hire e pa, deshbura, i shte një shtrese e vogel dëburin e dishemene e domez. Prane e dolapit, brenda kasoles, si dikush kishte hire, dë munduar të fshihej. Ujkuren koj e të njëhere, kete here me fort. Rgjani u këqe me njëhere, zemra duki rahur në njeritem me te shpejte. Dera ishte ende e mbyllur me qeles. Dritërit gjithashtu, por aj nuk ishte me i vetëm. Aj e ngju para se tapa. Një lefisje e holle pastaj. Një zvendoshe në aja, aju këtje në sekondën e fundit. Dhe ate hire e pa, një hije ungrit nga e resira. Duke dale nga nje koshe e kasolis ku nuk të hejzh, të kishte asë nje hije. Si te iftoh te e veshgonin, argjani kuptoj në atë moment, se shpetimi i ujkut mund të kishte kene problemi i ti me i vogel.